Sot është një ditë e mbushur me emocione të forta për familjen e Shpat Kasapit. Djali i tij, Roeli, feston 4 vjetorin e lindjes, një përvjetor që sjell njëkohësisht gëzim të pafajshëm fëmijëror dhe mall të thellë për mungesën e babait. Kjo ditë e veçantë është shoqëruar nga një urim tepërprekës nga nëna e tij, Selvia, i cili ka prekur thellë zemrat e ndjekësve në rrjetet sociale. Me fjalë të dala nga shpirti, ajo ka ndarë ndjenjat e saj më të sinqerta, duke shprehur dashurinë e pakufishme për të birin dhe dhimbjen e mungesës së figurës atësore në një moment kaq të rëndësishëm. Në urimin e saj, Selvia shkruan: "Gëzuar ditëlindjen, jeta ime. Sot mbush 4 vjeç, Roel. E unë do doja të ishte këtu babi yt. Ta shihje me duart plot dhurata, të merrte në krah fort, e të përqafonte sikur bota të ndalej aty. Sot ti e feston ditëlindjen duke parë fotografinë e tij. Dhe unë me dhimbjen që ai nuk arriti. Të përqafoj edhe një herë. Por biri im, mami është këtu, për të dashur 2 fish, për të mbajtur fort. Babi yt të do nga qielli, dhe mami i lutet Zotit, të jetë gjithmonë krahu yt. Të dua fort, biri im, arsyeja që unë frymoj." Ky mesazh emocional ka ngjallur reagime të shumta nga ndjekësit, të cilët kanë shprehur mbështetje, solidaritet dhe urime të përzemërta për vogëlushin Roel dhe nënën e tij, duke vlerësuar forcën dhe dashurinë e pakushtëzuar që ajo i dhuron çdo ditë. Edhe stafi i kanalit Big VIP Albania Kosova i bashkohet urimeve, duke i dëshiruar Roelit shëndet të plot, jetë të gjatë, ditë të mbushura me buzëqeshje dhe dashuri, si dhe një të ardhme të ndritur përpara. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.